Ura e Mesit, monument që lidh të shkuarën me të tashmen, mbetet një destinacion i veçantë për të gjithë vizitorët, duke tërhequr turistët vendas dhe të huaj që vizitojnë Shkodrën. Këtë të premte vizitorët nga vende të ndryshme të Europës ishin të shumt. Ata thonë se është një vend i këndshëm, ndaj erdhëm ta vizitojmë me miqt apo familjarët. We are from Poland. Ne jemi nga Polonia, unë quhem Irek dhe jemi nga qyteti Gdanskut në veri të Polonisë. Është era jone e parë në Shqipëri, na pëlqen shumë këtu, është një vend shumë i bukur. Gjithçka është e mrekullueshme, ndoshta paksa shumë ngrohtë, paksa shumë vap, por prapë shumë bukur. Erdhëm brëm, ndaj nuk kemi patur ende kohë të vizitojmë Shkodrën, por kemi dëgjuar shumë gjëra të mira për të. E dim që është një vend shumë i bukur. Tani po planifikojmë të shkojmë në Theth për të parë parkun kombëtar, por pas kësaj sigurisht do të vizitojmë edhe e Rozafës, edhe muzeun dhe gjithçka tjetër. Jam i sigurt që do të na pëlqejë shumë. Mendoj gjithashtu që Shkodra është një vend shumë i mirë për të qëndruar si bazë, për të vizituar shumë vende përreth. So we are from Czech Republic. Ne jemi nga Republika Çeke. Është hera e dytë. Kemi qenë këtu edhe para një muaji. Shkodra është një qytet shumë i bukur me peizazhe fantastike. Na pëlqejnë shumë edhe malet këtu, po padyshim natyra. Ne kemi qenë së fundmi në Theth dhe është thjesht mahnice. Fjetëm atje dhe kur u zgjuam me atë pamje të maleve, ishte diçka jashtëzakonshme. Arkitektura dhe historia e saj e krijimit ju jep njerëzve dëshirën për ta vizituar këtë vend, për të bërë foto fantastike dhe t'u asagjerojnë edhe miqve të tyre për ta vizituar.